Këtë uniformë veshin në raste të veçanta. Këta zyrtarë të Inspektoratit të Policisë të Kosovës kështu e kaluan gjysmën e ditës në Gjakov. Atyre ju deshti përvishën punës qysh në orët e hershme të së mërkurës. Të njëjtit u përfshin në një aksion policor në bashkëpunim me prokurorin për arrestimin e një grupi kriminal prej 3 vetash të ndihmuar nga disa zyrtar policor. Policia ka vazhduar për në 2 lokacione të ndryshme në rajonin e Gjakovës, nga ku edhe janë sekuestruar provat të tjera materiale që do të ndihmojnë në zbardhjen e rastit, ndërkaq zyrtarët policor të përfshirë janë suspenduar nga detyra e tyre. Fillimisht për intervistim u paraqiten 4 të tillë, më pas një u ndalua për 48 orë e 2 po hetohen në procedurë të rregullt. Klani mëson se të suspenduar janë R.N, e cila i përket gjeneratës së fundit të Policisë së Kosovës, D.H, i cili ka diplomuar në prill të vitit të kaluar, e A.A, po ashtu i ri në profesion. Kontrollet janë kryer në kuadër të një hetimi penal që është duke u zhvilluar ndaj disa zyrtarëve policor, lidhur me dyshimet për përfshirje në veprat penale, ndihmë gjatë kryerjes së veprës penale dhe zbulimi fshehtësisë zyrtare. Nga prokuroria e kësaj komune thanë se janë marrë masat ligjore drejt të dyshuarve, ndërkohë nuk dihet se në çfarë forme të njëjtit i kanë ndihmuar grupit kriminal në kryerjen e veprave penale.